politike. Qëndrojmë pak tek ajo që po ndodh me kronikën, me SPAK-un, me marrjen sidomos nën akuzë të zëvendës kryeministres, që nuk është vetëm, është një grup i tërë tani që po shkon në akuzë për tunelin e Llogaras. Është taj grupi që cilësoj grupi 5B-s, pra nëse kishim një manual 5D që lidhet me Bashkinë e Tiranës, tani jemi përballë faktit që kemi manualin 5B që lidhet me tenderat ose ato që quhen pjesa luanit të tenderave, pasi bëhet fjalë për tenderat në infrastrukturën rrugore dhe energjetike që janë dhe më të rëndësishme dhe ato që i kushtojnë buxhetit të shtetit miliona euro çdo vit. Në fakt është diçka e paralajmëruar, jo më larg se në paraqitjen e fundit në Komisionin e Sigurisë, vetë zoti Dumani, i pyetur nga deputeti Belin Këlliç, u shpreh qartë që e gjithë kupola e enteve të rëndësishme, pra që lidheshin me Ministrinë e Infrastrukturës, sikurse është Drejtoria Rrugëve, OSHE-ja apo janë të gjithë nën hetim, pra, në raport me aferat korruptive. Janë afera korruptive që realisht janë në shifra goxhat mëdha dhe janë fiksa ajo që Arben Ahmetaj në atë intervistë me kolegun Qimpeka i cilësonte si gjakderdhje financiare, pra, për gjakderdhja në sektorin e infrastrukturës, ndërkohë që ajo çështja e hetimit të tunelit të Llogaras është edhe më evidenti, pra se si funksionon. Por pyetja që shtrohet është që a janë këto realisht teatorët e kësaj skeme. Ne jemi në kushtet e inceneratorëve nëse do ta marrim qartë, ose edhe në kushtet e 5D. Duhet kemi parasysh që Erion Veliaj nuk po hetohet për çështjen 5D, ndërsa këtu jemi në kushte tjera, por unë nuk besoj që ato drejtorët e Bashkisë së Tiranës që kanë ndërtuar atë manualin 5D vepronin pa miratimin e Erion Veliajt apo ndoshta edhe më lart. Edhe këtu jemi në kushte qarta që asnjëri prej këtyre zyrtarëve, qoftë Berberi, qoftë Gjyli, qoftë Elezi apo dhe varësit e tyre, nuk kanë vepruar pa një bekim. Dhe këtu kanë përshtypjen ato përfshihen automatikisht si antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Pra është ai komisioni që merret me procedurat tenderuese dhe ne duhet kemi parasysh që të gjitha dosjet e SPAK kanë treguar që procedurat tenderuese janë si një kostum i qepur për një X kompani e cila është e paraqaktuar. Dhe këtu jemi në kushtet e ngjashme. Ajo çfarë bën më flagrante të gjithë histori është fakti që këtu tenderi i parë është anulluar, që ishte rreth 140 milionë euro për tu rihapur procedurat për tenderin tjetër që shkoi në një shumë rreth 190 milionë euro që më pas u fitua nga një kompani turke. Dhe punimet i kreu ky që ofroi 140 milionë. Ofroi po kompania Gjoka Construction, e cila duhet themi që është një kompani shqiptare, i përket një ish deputetit Partisë Socialiste dhe është një ndër kompanitë që ka marrë pjesë më të madhe të tenderave nga qeveria shqiptare, duke nisur nga tuneli rrugës Arbrit, se nuk e dim, ndoshta mund kemi zhvillime të reja dhe në raport me tunelin e rrugës Arbrit, tek investimet kryesore. Po duke mbetur tek tuneli Llogaras, ne duhet kemi parasysh që shifrat kanë qenë të fryera pothuajse si për çdo projekt. Dhe vetëm në raport me tunelin e Tiranë Elbasanit, i cili ka pasur një rëndësi shumë herë më të madhe në raport me popullsinë që përfitonte, pasi ishin disa qarqesh Elbasani dhe Korçë që janë dy qarqet më të rëndësishëm në vend, ndërkohë që ky tunel u bë për ato zonën e Palasës, po themi, ose për ato pjesën turistike, se nuk është se ne nuk kishim rrugë për të aksesuar më shpejt Sarandën apo ato destinacionet e tjera turistike, por vetëm kostoja për kilometër katror në raport me tunelin e Elbasanit është paktën 2 herë më lart, duke pasur parasysh tu brenda